Në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Japoni, kryeministri Edi Rama zhvilloi një leksion të posaçëm në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo me temë Rruga e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, roli i Japonisë. Përballë një auditori të përbërë nga student, akademik dhe përfaqësues diplomatik, kreu i qeverisë shqiptare prezantoi procesin e integrimit të Shqipërisë duke cilësuar atë si një nga hapat më vendimtar për transformimin e vendit. Po ashtu vuri theksin të rrugëtimit nga izolimi komunist drejt një aleateje euroatlantike, duke vlerësuar procesin e integrimit jo vetëm si një detyrim teknik, por si një zgjedhje qytetërimi. Në vijim të çeljes së negociatave për anëtarësim dhe përparimin e shpejt përmes grup kapitujve, kemi hyrë në fazën vendimtare të rrugtimit tonë europian dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me Bashkimin Evropian që i jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe të përmbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Rruga përpara mbetet shumë kërkuese, tejet sfiduese, por kur nuk kemi qenë më të vendosur dhe kur madje as kemi imagjinuar e jo më të mendojmë një plan B përveç Bashkimit Evropian, sepse jemi të bindur që nuk ka plan B përkundrejt lirisë, nuk ka plan B kundrejt shtetit të së drejtës, nuk ka plan B kundrejt demokracisë. Kryeministri vlerësoi Japoninë si një partner dhe burim frymëzimi për aftësinë e rimëkëmbjes pas tragjedive. Për Shqipërinë, Japonia ka qenë shumë më tepër se sa vetëm një partner zhvillimor, ka qenë një mik i besuar dhe dua të sjell në kujdes këtu që në vijim të tërmetit shkatërrues të 2019 Japonia qëndroi krah nesh dhe kurrë nuk do ta harrojmë këtë gjë. Shumë profesionistë shqiptar në punës publike, ekspert kanë përfituar nga trajnimet dhe programet e formuese të Japonisë në një vend që po kalon transformim të thellë. Kapitali njerëzor është ndoshta kapitali më i rëndësishëm nga të gjithë. Por ajo çfarë e bën Japoninë të paçmuar për ne është fuqia e shembullit të saj si burim frymëzimi i pashtershëm. Leksioni u mbyll me një ftesë për studentët dhe komunitetin japonez që të vizitojnë Shqipërinë, duke vënë theksin te vlerat njerëzore dhe kulturore që bashkojnë dy vendet përtej kufive gjeografik. Më vjen keq që nuk ja dolëm të sillnim ca diell në Tokyo sepse kemi shumë diell në shtëpi, kështu që ejani ta shijoni.